Pikërisht do të flasim për ekonominë tashmë, all about money, duket se është edhe motoja kryesore që po sundon botën në ditët e sotme. Rezervat e naftës së Venezuelës, heqja e ndikimit të Kinës, çfarë pasojash mund të ketë për Kinën dhe si kanë reaguar tregjet në orët pas arrestimit të Maduros. Emanuel Bajra, ekspert i ekonomisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Emanuel, mirëmëngjes, faleminderit shumë që me ne. Mirëmëngjes, Esmeralda. Si që është kënaqësi, faleminderit. Po e nis pak me reagimin e tregjeve, si kanë qenë ato, si kanë reaguar tregjet ndërkombëtare, qoftë ato në Kinë, në Amerikë, në Europë? Po, në përgjithësi, përveç Azisë, Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, indeksi kryesor S&P 500, edhe Nasdaqu edhe Dow Jones që i përfshin gjitha sektorët industrial të Amerikës, janë rikthyer me një sens pozitiviteti. Në fakt, ndërhyrja në Venezuelë dhe arrestimi i diktatorit Maduro ndihmoi sentimentin pozitiv të investitorëve që po të ishim 10 vjet më herët ose 5 vjet më herët para pandemisë, po të kishim një krizë të tillë, të këtij kalibri, tregjet do binin. Por kemi një sentiment pozitiv për dy arsye, Esmeralda. Para është shpresa dhe optimizmi që njerëzit kanë për vitin 2026, sepse do të kemi ndryshime tek Banka Qendrore Amerikane me një guvernator të ri i cili do të fusë në presion gjithë sistemin financiar Amerikan edhe global për të ulur me normat e interesit, e që për teleshikuesit tanë në mënyrë të thjeshtë do të thot para më e lirë, kredimarrje më e madhe, potencial më i madh për biznesin për të zhvilluar sepse linjat e kreditit do çlirohen gjithandej, këto janë pritjet, pra mund të mos ndodh, por pritjet e investitorëve që ky sentiment do ndodh pas majit të këtij viti. Edhe e dyta natyrisht është Venezuela, tematikë që ti e trajtove dhe elaborove shumë mirë në siglën tënde më herët, që do të thotë nëse kemi masë të madhe të naftës në tregun e sotëm global, atëherë për këtë dekadë, sepse mos harrojmë jemi duke u transformuar si ekonomi globale, duke dalë nga hidrokarburët në një ekonomi të gjelbërt. Nëse kemi masë të madhe të hidrokarburëve cilat do të plasohet në treg, atëherë çmimorja për hidrokarburët, për naftën në veçanti do të jetë e vogël, që do të thotë që 78% e gjithë ekonomisë globale do të zhvillohet, do të rritet, do të kemi ekspansion të bizneseve të ekonomive të ndryshme, pa marrë parasysh që momentalisht tematikë kryesore është natyrisht fragmentarizimi gjeopolitik, potencialisht krizë e madhe në Evropë, besoj une, edhe si themi një farloj riardhje e Amerikës në mënyrë të fuqishme që për investitorët a janë të ekspozuar në dollar apo nuk janë të ekspozuar në dollar, është e rëndësishme sepse mbi gjitha investitori, kapitalisti, ai që mekanizon kapitalin, ai që alokon kapitalin, nuk do vetëm siguri gjeopolitike, ai ose ajo do siguri të kapitalit të tyre, e momentalisht vendi më i sigurt të investosh është natyrisht Amerika. E kuptoj. Ndalim pak në Venezuelë. Një alat i ngushtë i Kinës, duket se Kina kishte investuar shumë ose për një kohë të gjatë, ndoshta edhe nga një përgjumje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte filluar të ndërtoj, po them, perandorinë e saj edhe në Amerikën Latine, në investimet apo edhe në blerjen e naftës, jo vetëm në Venezuelë, por ne kemi parë edhe kanalin e Panamas apo të tjera vende ku Kina duket se është shumë prezente. Çfarë do të thotë për Kinën kjo goditje që Shtetet e Bashkuara i bën Venezuelës? Ishte goditje ndaj Kinës apo ishte thjesht dhe vetëm rezervat e naftës në Venezuelë? Unë nuk mendoj që është kjo fundit, për shkak se Amerika është vetë produse naftes, ka dhe shale gasat, gazin që ekstrakton nga frekuenca fuqishme e gurëve nën tokën amerikane, pra ka alternativa. Në anën tjetër ka lindjen e mesme si plani A, nëse ka nevojë për naftë rezervë, por gjithsesi shumë mirë të eceke Esmeralda është pikërisht Kina. Gulfatja që ja ka bërë Amerikës Kina që nga viti 2001 kur presidenti Clinton e lejoi Kinën të
futet në WTO ose në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kina gradualisht ju ka ofruar shumë afër edhe gjeografikisht Amerikës, por jo vetëm në aspektin ekonomik dhe televizis së frekuencës së tregut në me anije ose tregtisë në oqean, në ujë, por duke ju ofruar dhe gjeografikisht me ekstraktimin e mineraleve që ka bërë Venezuelës. Merrem me mend, për shembull, vetëm për një fuqi nafte, Kina ka pagu për një barel si snifet në termet tregut, ka pagu $10 për derisa çmimorja ka qenë $78 se $80 që i kishim vitin e kaluar, sot e kemi në $61. Pra ka marrë Kina, jo vetëm që ka pas prezencë fizike në afërsi 200 kilometrëshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ekstraktuar në mas eksploitative, sikur të jetë një farë lloj skllavërie moderne që ajo e ka imponuar në gjitha vendet ku ka shku. I kemi rastet për shembull në Afrikë, ku skllavërimi është rritur dhe më shumë pa marrë parasysh që Kina ka investuar në infrastrukturë të fuqishme, ka fut biliona, miliarda aty. Por tek Venezuela dhe tek pikërisht kjo çështja ndërhyrjes edhe natyrisht spastrimit politik që po i bën presidenti Trump Venezuelës, është pikërisht goditje e madhe për Kinën, është një asimetri për Kinën, duke në anën tjetër është pakës edhe paradoksale ose mund të jetë si temi pakës skizofrenike Esmeralda, sepse gjasat janë që kjo mund ta motivojë edhe Kinën të bëj si temi hapa më të avancuar në drejtim të Tajvanit. Ka raporte që ka përgatitje ushtarake për këtë ndoshta situatë, për këtë ratan që mund të ndodhin në 2006. Në 2007 ka qenë si temi koha kur do të ishte 100 vjetori të menimit të Kinës, si themi Xi Jinping e kishte në plan që ta bëjë një gjë të tillë, edhe për gjitha pritjet e gjeopolitikanëve janë për një gjë të tillë, por gjasat mund të jenë që mund të ndodhin. Në anën tjetër, për presidentin Trump nuk do të jetë humbje e madhe Tajvani, sepse mos harrojmë se TSMC, kompania më madhe gjysmëpërquesve që ka operuar për 30 vite në Tajvan me si temi me një farë lloj monopoli në këtë produkt të rëndësishëm për teknologji, zhvillimin teknologjike, tashmë gati 90% e infrastrukturës edhe e know-how-it ose diturive, dijenive në lidhje me ndërtimin edhe krijimin e këtë në prodhimin e gjysmëpërquesve është kthyer tashmë në Silicon Valley, në Kalifornia. Një gjë mbetet të theksohet Esmeralda që unë mendoj që kemi trajtuar dhe së bashku në verën e kaluar, është pikërisht kjo strategjia e Silicon Valley, e Kalifornias, entitetit më të fuqishëm sot në Amerikë, entitetit që ka jo vetëm monopol influencë në shtëpinë e bardhë, por ka monopol influencë edhe në indeksin edhe bursën amerikane, që është dislokimi teknologjik që po don ta arri Silicon Valley me anë të përdorimit të administratës amerikane, por edhe me anë të përdorimit të teknologjisë ushtarake, për të cilën 60% e Silicon Valley është në fakt e investuar edhe shumë si temi eksplozuar në vetë ushtrinë amerikane. Dislokimi teknologjik do të thotë përdorimi i hidrokarbureve tash për këto 10 vitet e fundit për të krijuar një si temi horizont të ri ekonomik, për të krijuar një infrastrukturë të re që pas vitit 2035 Amerika të mos ketë varësi në hidrokarbure, përderisa projeksionet për Kinën janë një varësi deri në 50 vjet në hidrokarbure. Pra, ja blokon ti Venezuelën, ja blokon ti Panama kanalin, ti në fakt do ta ngufatësh Kinën, do ta izolosh Kinën, kjo si duket është objektive të intense SBA-ve. Dhe t'i rroj Tajvani pastaj. Sa i përket se më kujtove pak me faktin se si Kina në fakt e blen me çmim të tmerrsisht të lirë naftën. Kam përshtypja një gjë të tillë po e bën edhe me Rusin, duke e zënë disi ngushtë për shkak të sanksioneve apo kufizimit të tregtisë. A duket të jetë Rusia e humbura e madhe e gjithë kësaj loje të madhe, qoftë gjeopolitike, gjeoekonomike, nga të gjitha anët, pra aleatët po i bie një nga një, Asadi, Maduro, tashmë me sa duket që dua ta prek pak më vonë, edhe Irani duket se është drejt asaj rruge. Nga ana tjetër NATO është zgjeruar edhe më shumë se sa ç'mund të zgjerojë në Ukrainë, por edhe Ukraina edhe po i mbajtja ato rajone si Kina me Tajvanin, duket se pak gjëra do të ndryshojnë. Një hall më i madh kam përshtypjen do të jetë për Rusinë se ka boll territore.
por ekonomikisht si ka vepruar, po them, duke përdorur armën e saj ekonomike që ka naftën, gazin? Ka përfituar apo ka humbur? Është shumë interesante. Është interesante dhe më vjen mirë shumë që e bën këtë pyetje Esmeralda, për shkak se me të vërtetë kjo është, besoj unë, themra e akilit. Si një superfuqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si duhet të sëndojnë? Nuk duan të sëndojnë ushtarakisht, sepse edhe kjo ndërhyrje në Venezuelë ishte forenzike, ishte e strukturuar mirë, nuk ishte një invazion sikurse e 2003 në Irak. Arrestim policor ligjor. Absolut. Edhe në anën tjetër, është bukur një smart politics, një politik e mençur e administratës Trump në vis-a-vis Rusisë, sepse objektivi është mbaje Rusinë të zënë me Evropën kulturalisht, sepse mos harrojmë, për Amerikën është e rëndësishme këto pikat edhe këto argumentet, këto agravancën që e ka Putini me kulturën evropiane, kur thot që për shembull e dëgjon Aleksandr Dugin gjithë ditën në YouTube duke thënë që është fundi i Evropës, ka shumë emigrant, feja islame është rrezik për Evropën e etj. Amerika e ka sponsoruar këtë në mënyrë që këtë diskursin kulturor Rusi, Evropë të jetë e zënë Rusia, si themi të gërryhet për zëbrendshmi edhe Evropa edhe Rusia, sikurse në shekullin e kaluar në luftën e dytë botërore, Roosevelt e la Evropën edhe Gjermaninë të gërryhen me njëra tjetrën, në fund tha, oh wow, zotëri, ju keni nevojë për dollaret e mi. Ja dollaret. E njëjta po ndodh edhe me këtë rrethon këtu. Pra është një plan i strukturuar mirë, është një strategji e cila është menduar me dekada, nuk është vetëm presidenti Trump që ka menduar, republikanët gjithnjë e kanë pas ëndër gryrjen evropiane, por edhe gryrjen ruse, që këto dyja të lodhen në fund. Rusia do lodhet me sanksionet edhe me pumpimin e injektimin e një masë të madhe të naftës që do vinë në muajt e ardhshëm për shkak se Venezuela ka rezervat më të mëdha në botë. Çmimorja ruse e naftës do shkoj për tokë. Do bëj të pamundur për Rusinë dhe për Putin të marrë të ardhur që i merr sot në miliarda triliona. Kështu që kjo gryrje, ky fokus e dëgjon te Ukraina këtyre ditëve të fundit? Jo. Çka dëgjon ti në lajmet kryesore? Është fragmentarizimi i Evropës, është presion që ka Danimarka që ndjen presionin deri në palës të korrizit të saj, është Grenlanda, është Evropa e cila kulturalisht nuk është e përgatitur të ballafaqohet me këtë shekull me sfidat e reja. Pra, atë që thua ti Esmeralda, pikërisht ky është plani, ky është objektivi që gryrja evropiane, gryrja ruse, edhe gradualisht dobësimi i Kinës ekonomikisht janë objektiv jo vetëm i administratës Trump, është objektiv i kammoçëm i republikanëve dhe i si themi i fuqisë perandorake moderne që Amerika po reflekton. Edhe si duket rezultatet e para ose sinjali i parë një suksesi të tillë është Venezuela. Ose e pranon dollarin, ose do kapesh si president ose një kryeminist i një vendi nga vendi i fjetjes, nga dhomat jote e fjetës, edhe këtë bën pa pikë problemi. Mirë, Irani pak edhe atje ka protesta, ka lëvizje, por përgjithsisht lëvizje të mëdha politike më përpara i ndjen ekonomia, si miu apo macja tërmetin ka përshtypjen. Si duket qasja për Iranin? Mund të kemi një ndryshim dhe atje, inteligjenca për shembull izraelite ka paralajmëruar se po përgatit një mundësi të largimit Ajatollah, i gjendur ndoshta mes dy rrugëve, o si Maduro, o si Asadi, ndoshta zgjedh rrugën e Asadit. Tjetoj aq sa i ka mbetur i qetë. Kjo është shumë interesante se çfarë po ndodh të 2 ditë, 3 ditë e fundit me Iranin, për shkak se është duke u aplikuar një asimetri komunikuese. Pra, përhapet lajm se Ajatollahët janë duke planifikuar ikjen, nuk është e verifikuar nëse është e vërtet, por çka është e vërtet është që ekonomia brenda Iranit është në presion të madh. Inflacioni aty ka kaluar 55%. Paraja lokale është vlerësuar, tashmë me naftën si që e kuptuam tashmë me Kinën edhe raportin ndërbashkëri që kanë entitetet të mëdha është duke e humbur rëndësinë e saj. Tash Kina ndoshta mund ta ndihmojë pak me likuiditet Iranin për shkak se është tregu i fundit
i fundit që potencialisht mund t'i ofroj Kinës një farloj shpëtimi për 6 muaj të ardhshëm me naftë të lirë, por për së brendshme shikoj për shembull planet që i ka Izraeli me këtë projektin e fundit, projektin ushtarak ose planifikimin ushtarak për ndërhyrje në javë dhe në muajt në vazhdim, unë mendoj që kemi thënë shpeshherë gati, ka 20 vite që shumë analistojnë që këto janë gërhamat e fundit të ajatollahëve, po si duket është duke ndërtuar një presion i brendshëm hermetikisht i mbyllur që mund të implodojë nga dita në ditë. Rreziku më i madh këtu është pozicioni i Turqisë. A do lejoj Turqia një implozion të tillë apo do jetë Turqia vendi i vetëm që do i ofrojë një farloj ndihmë Iranit për shkak se Turqia momentalisht nuk i ka raportet e mira me Izraelin për t'i prish këto aritmetika të lindjes së mesme dhe duke marrë parasysh që SBA-t janë të zëna me Greenlandën, me Evropën, Rusinë dhe Amerikën Latine, gjasat janë që potencialisht Turqia ose do të mund të luajë një rol konstruktiv në përqimin e agjendës Izrael-SBA në Iran me rënien e ajatollahëve, ose mund Turqia t'ja jep një farë lifeline, si thotë, si një krah shpëtimi ajatollahëve me premtimin se duhet të ndërmerren reforma të mëdha, duhet të ketë zgjedhje të lira etj. Por ta shohim është situatë e paparashikueshme ekonomikisht, nuk është e qëndrueshme për Iranin në pozicionin që është, edhe nëse kemi fluks të madh të hidrokarburëve në muajt në vazhdim, do të jetë shumë problematike për ajatollahët të qëndrojnë në pushtet. Sepse në një bisedë telefonike që gjatë ditës së dieshme Erdogan ka pasur me presidentin Trump në njoftimin e shpërndar, thjesht ka kërkuar stabilitet apo menaxhim të situatës, duke e anashkaluar fare gjithçka çfarë ka ndodhur. Erdogan, pra më shumë përplasje me Izraelin apo loj? Është leva e fundit në fakt që presidenti Erdogan ka për këtë farë si temi mbi fuqinë e tij politike globale në këtë ekosistem të sotëm është pikërisht raporti Iran-Izrael. Edhe këtë lev historikisht Turqia di ta përdori mirë në avantazhet e saj. Por Trump nuk është budalla, natyrisht, edhe ka njerëz që rrethojnë administratën edhe këshilltarët e tij që nuk janë edhe shumë në favor të politikave të Erdogan, për shkak se Erdogan është duke u fuqizuar shumë, sidomos to 8 muajt e fundit që nga lufta 12 dhjetor Izrael-Iran, tashmë pyetja mbetet, apo e luan lojën Erdogan të tillë që të jetë domethënë aleat i hapur i presidentit Trump, apo është pikërisht Trump që po luan një lojë duke i thënë atij që unë jam aleati joti, por në anën tjetër duke fuqizuar Izraelin që të bëjë një ndërhyrje në mënyrë që t'i aprish Erdogan aritmetikat në lindjen e mesme. Këtu elefanti i madh besoj se është Arabia Saudite, është pikërisht kjo superfuqi e rajonit, por e cila është e kufizuar në sa mund të dislokojë ajo fuqi diplomatike, por edhe potencialisht ushtarake në prishjen e matematikave të Turqisë. Në ditët në vazhdim do të ketë, si duket bazë informacioneve fundit, ka edhe një farë frekuencë televizive në mes të administratës Trump, Benjamin Netanyahu edhe Erdoganit, si duket mund të vim deri te një pikë ku Turqia do ta mbyll një sy dhe do ta shohë, do të jetë dëshmitare e rënies së ajatollahëve, por jam shumë skeptik sepse lënia e Izraelit e lirë dhe Amerikës e lirë në lindjen e mesme në një kohë kur gjeopolitika është totalisht e fragmentarizuar dhe vëmendja amerikane është diku tjetër, për Erdogan do jetë humbje e madhe jo vetëm e levës politike, diplomatike, por potencialisht edhe pushtetit e tij brenda muajve edhe viteve në vazhdim. Mirë, po, a ka sa shanca, apo sa mundësi reale ka që të ketë një lider, po them, për lindjen e mesme, duke parë pikërisht ato që thënë Arabinë Saudite me vende të tjera, po them si Katari, apo Bahreini, apo vende të tjera që duket se janë më afër njëra tjetrës. Turqia duket se është pak më e zhvendosur, mund të ketë kontrollin në Siri, të cilin duket se e ka marrë edhe me bekimin e plot të amerikanëve dhe Donald Trumpit, një hall më pak, por duket se ka edhe mbështetjen e britanikëve dhe francezëve, ne pam edhe bombardimet e fundit që ndodhen për ISIS, por që në fakt ishin edhe në bazat ruse ku operonte ISIS. Pra,
sa e mundur është që një edhe me Iranin nuk është se kanë ndonjë marrëdhënie, pra duket se janë shumë të coptuara në interesat që kanë, apo për të pranuar supremacinë e njëra tjetrës. Pra më kollaj e pranojnë supremacinë e amerikanëve se sa të njëra tjetrës. Absolut. Pikrisht kjo është ajo leva perëndimore, sidomos e britanikëve, që nga shekulli i kaluar, vitet 10-a, vitet 20-a, kur edhe zbulua nafta, britanikët ishin të parët që shfrytzuan këtë leva atëherë me ardhen e amerikanëve në vitet 50-a, 60-a, ajo u instrumentalizua kjo farloj kingship ose ndjenja e beduinëve të mos ishin i vetmi fis që do ta perëndonin ose do ta mbretëronin krejt rajonin. Sepse lindja mesme që ka historikisht i ka mësuar amerikanët dhe britanikët është që në lindjen e mesme nuk guxon ta lejosh një fis ose një kom më vonë të mbi zotërit e tjerë. U provua me Saddam Husseinin, u provuan me Khomeinin, edhe tashti me Ayatollahet në pushtet, pra nuk funksionon. Tashmë Erdogani e ka lujt atë farë njeriut në dy si themi hemisfera. Hemisferën lindore që natyrisht Turqia është shumë përzejtë edhe gjeografikisht më tepër ka trupin ka lindja, por e ka kokën nga perëndimi. Kështu që Amerikës nuk i intereson të ketë një lider, sepse Amerika, sidomos në mendësinë e presidentit Trump, Amerika do të pyetet për këtë gjëra. Amerika është ai pikërisht vendi që dje presidenti Trump thotë ne morrëm e pushtuam këtë vend edhe ne do ta çevërisim. Pra, për Amerikën është e rëndësishme që Arabia Saudite të demokratizohet, pa marrë parasysh që kohëve të fundit kemi si themi rikthim të pozicioneve autokratike nga brenda vet Arabi Saudite, gazetarët po arrestohen sepse ata po ankohen për çmimin e jetesës për shembull brenda Arabi Saudite. Katari, këto vendet si Emiratet e tjera janë entitete shumë të vogla, nuk kanë kapacitet të qeverisjes rajonale. Irani është në rënje. Këtu është domethënë një hapje që Amerika po ja bën me një pozicionim të shahut Kinës për ta vendosur Kinën në një kënd ku mundet në mënyrë infinitum, domethënë të pafund me Kina të shpenzoj miliarda, triliona dollar investime duke bler hidrokarbonet, por edhe duke ndihmuar në infrastrukturën e këtyre vendeve në lindjen e mesme, edhe në fund të përjashtoj, siç ja bëri tashmë në Amerikën Latine, siç do ja bëjë në Afrikë për shembull. Pra, është e pamundur të parashikohet të ketë një king, një mbretëresh ose një mbret ose një shtet i cili do mbi zotëroj lindjen e mesme për shkak se fundit çka i intereson superfuqisë ashme 0.2 ose 0.02, siç është Amerika, është ta kemi një zonë të lirë ekonomike aty që aspektet politike, diversifikimi politik, demokracia, atje këto të jenë ndoshta pak më të dobta, por të ketë mundësi për bizneset dhe korporatet amerikane të shtri këmbë e gjatë, dhe më thonë sa është mundur të shtrihen atje, të kenë mundësi të diversifikimit të ekonomive të tyre, por në anën tjetër mos harron, nëse kemi një fragmentarizim të Evropës, atëherë mundësi potenciali i madh i dislokimit të kapitalit të lindjes mesme në Evropë nuk është edhe larg mendjes. Pra, paraja e ka zënë atë vendin që dikur Kissinger e përdorte si levën diplomatike me anë të vizitave të njëpasneshme që bënte në pikat më strategjike edhe pikat më të nxehta të botës. Sot paraja, dislokimi edhe alokimi i kapitalit do të jenë të rëndësishme, përderisa Erdogan mos harrojmë se Erdogan po plaket, nuk është mirë me shëndet. Turqia duhet shumë shpejt të vendosi ose të bashkangjitet e Amerikës me vlerat që ajo po i inspiron, ose të mbetet një fuqi në zbehje në lindjen e mesme. Të shohim kohë shumë interesante. Të falenderoj shumë, Emanuel. Është kënaqësi, faleminderit shumë Esmeralda. Ditë të mbar. Ne do shkëputim për një hapësirë publicitare.